është vetëm për të rritur. Unë kam paguar 6.000 euro për ta kthyer zërin erotik. E kam erotik zërin. E ke shumë erotik. Rregull? Do të që kur me propozojnë për të fejuar, më kap një gjendje paniku dhe ankthi. Pasi e refuzojnë ndihem mirë. Po mund t'jetë edhe çështje mësyshi. Des për këtë çështje mësyshi. Janë më të përhapurat. Jo, po kur skeça më thon më plagë për shkak, mund të jetë dhe çështje mësyshi. Duke qenë se popullsia e Europës po bie, kush do ishte zgjidhja jote për të shtyrë njerëzit për të bërë fëmijë? Sepse normalisht në ditët e sotme është çike vështirë të mbushësh mendjen një çifti të ri që kërkon një jetë relativisht të mirë, që të bëj fëmijë plako, shumë fëmijë të paktë. Po tregojnë incentive në shtetin shqiptar. Ti jep 400 fëmijë pak, 800 fëmijë dytë, 1200 fëmijë tretë. 1200 fëmijë tretë. Po. Edhe mbyllet aty pas, nuk ka më fëmijë katër. Unë bëj direkt e tretë. Po. Nëse një ditë jeta të vënë në një udhkryq ku duhet të zgjedhësh midis të bërit seks apo të ndjekësh podcastin ton, ne të këshillojmë të bësh seks, dhe pas e mbarosh mund ta ndjekësh ndërkohë që je duke shkuar në shtëpi, punë apo shkollë, në kufi ose në makinën tënde. Faleminderit. Ari Cifer. Bëni gjë e mira. Po dëgjosh mirë. Ai ka këtu ke dhoma, po. Çfarë ka? Me mush të dhomën me lale, është bash. Është bash. E para e herë nuk është dhomë studio, se duket sikur ne jemi në studio pastaj po the dhomë. Po hiç menja plako që këta që paguajnë thonë, po këta bëstimat i bëhen nga shtëpia, as paguajnë nga studio, si gjë me qira. Po, pra Jo më ndalën në studio jena për zotin, pasha zotin, të ndrejt. Studio, tash mos ja fusni kod. Ç'a bëre, si kalove? Hiç më një, malore biçez, ëh. Ja, e drejt. Unë them ta nisim këtë podcast. Duhet për shembull drejt plako, bie këmbë mbalt. Apo jo. Ka shumë balt aty se sot për shembull ishte pash në internet që ishte përmbytur qyteti i Durrësit plako për të disatën herë. Po sot përmes sa duket më keq se kurrë. Mërda, se gjënafle. Po si është puna, s'kan kanalizime plak, ëh? Apo po i kanë kanalizimet, por nuk u punojnë. Po dhe Tirana ishte përmes. Gjithë edhe Shkodra dhe kulturë ishte përmes. Po Tirana i ka kanalizimet që i drejton për Durrës. Edhe prani përmbytet pak. Po Durrësi ku e çon shkreti? Durraca ku e çon? Ke deti. Aty ku langë ose varti shkret. Ka dal deti. Nëse e nisim podcastin me Hoxhën plako. I batutë të mrekullueshme. Çfarë thonë kanë të fortë? Pyeti njëri. Hoxha, subhanallahu tha, kam puth bujën e zita pa ka ndodh një metulli, po du me të pyeti tha është kështu siç e diun apo jo. I thash në hajër. Tha kam puth bujën e zita dhe kur e puthsha bujën e zita nxirrte ujë. Tash mos pas ke puth në afrikan. Çfarë thonë? Çfarë thonë Hoxha më lart? Përveçse nuk është fare racist, edhe siç ka hije një njeriu kaq. Edhe çavësh komentet janë Allahu të rujtë se na myte. Ha. Allahu dashte të rujtë. Po njeri është ai apo jo? 10-0 thot njona. 1-0 për Hoxhën. Ua, turp për racizmin. 10 Hoxha. 0 afrikani. Si shoqë që si përgjigjen kësaj. Turp për racizmin në mes të xhamisë së Hoxhë i shkunjoni. Po çfarë racizëm thumër pall? Pse s'janë të zi ato? Edhe kjo e drejta, gjitha që ndrogan. Nuk e di pse plako që ndrogan gjitha ato opinionet e njëjta. Ja pas ka këtë ky. I sekond. Ky tha, "Ça thumër pall, pse s'janë të zi ato?" Ky ka thënë, "Po e hecre super pall." Mos na super mega pall. Mos na mulo, jo mulo. Mutin me shurr, se racizëm është. Apo tallet me afrikant ai? Pse ç'a do ti që të filloj të shaj haptas ai? Po ky pra është racizmi kur tallesh, kur i diskriminon punë ose në shkollë. Por ç'a kujtoti, po nuk i vrave? Apo ti me zinxhir quhet racizëm? Po ti tallesh jo. Po ti çike se s'po të them atë fjalë, se s'më lejon fjalori. Po hajt. Shifimi komentin e radhës. Nëse, pas këtë komenti do që ka vaj kajs për përmendje. Si të duket ty profeto kështu me ana jote? Duket që si raciste
batuta e hoxhës jo. Ja, se racizëm do të për të qeshur, plak, po thjesht është me për të qeshur. Pra se ka ndonjë gjë plak që pas herë ti futesh i batutë për shembull edhe për afrikanët, për amerikanët, për gjermanët, për holandezin apo jo. Po ja, pa atë janë pjesë e përsaletës, amerikani, gjermani, holandezi dhe shqiptari, për shembull. Po, edhe shqiptari. Po si ishte afrikani? Po kësa radhë është afrikani, gjermani, amerikani dhe amerikani, afrikani, gjermani dhe shqiptori. Edhe ishte të bogar se kush e kishte më të mëdh. Edhe futet i pari, futet po ky holandezi, edhe doli që ishte 1.95, edhe tha gjithë sa do ta ketë ky plak. Edhe doli që e kishte kaq. E bëj me dorë, unë nuk e di plak se unë nuk di si funksionon teknologjia. E kishte kaq. Edhe futet unë dërgoj që bëj gjithkohës ke dora shenjë se sa e kishte. Po vazhdoj të tregoj Barceletën si kur jam në televizor. Me atë me harabela, 12 harabela. Futet afrikani e thot e kam kaq. E tregon me kishte. Po futet shqiptari dhe i thot e di sa e kam unë? E thot njëri po sa ke? Se pide në stave. Ja, i thot kush do jemi në gar, kush e ka karë më të madh dhe fiton normal që sa jesh në karë me vete. Libri Ermalit reklam. Reklam Lali. Jo, super reklam, ke pranoj dot. Super. Super Mario. Wow. Na prish gjitha neve. Ngjela tuar tek Lotida Harka plaka gjëç. Unë kam paguar 6.000 euro për ta kthyer zërin erotik. E kam erotik zërin. E ke shumë erotik. Rregull? 6.000 euro. Mos më duhet fare erotik. 6.000 euro dhe nxjerr dorën me 5 gishta. Nesa. I thotë Robert Ali, mos më duket fare erotik. E po ti si e themër? Se homoseksual jam unë? Hajde gëzuar pasaj. Hajde gëzuar, viti ri, viti marë. Qa më homoseksual jam unë? Ose më homoseksual, unë kam qef pillin tash i gëzuar jeshtë i fillim, hajde gëzuar. Hajde gëzuar, ha. Që ka ligo. Mi që se kemi qef gjithë pillin. Kur i thotë moderatorës, a kam zërin erotik. Po, i thotë. Nuk e di. Disha. Ky ka qenë qike rjedhër plakë mas pillit. Nuk është i vetëm, janë themi drejtë. Po. Po, i rjedhër në kuptimin që mund të bënte çdo gjë, pasi ka pas edhe një lidhje që e njohin gjithë me atë. Ishte një sex bomb. E ma sex bomb që lëvizte nëpër Tiranë. Sex bomb, jo ma sex bomb. Po, Tom Jones i dedikoi këngëles këtij zërit erotik të Ngjelës. Të dashurës Ngjelës, po. Gjem Hoxhën sërish. Ndodh që kur më propozojnë për të fejuar, më kap një gjendje paniku dhe ankthi. Pasi e refuzoj ndihem mirë. Interesant, ë? Kur më propozojnë për të fejuar, më kapin gjendje paniku dhe ankthi. Kur nuk prishet muhabeti. Po, jam top. Nuk jeden. Po, si është më propozon po një njëti person herë pas here apo janë njerëz ndryshëm që si ndryshëm në fshatë për shembull. Ase në fshatë rabim propozojnë direkt dhe pa u njoft. Po. Si mendon? Njerëz ndryshëm, po. Çuni filani. Mund të jetë edhe psiqike. Ekspert. Mund të jetë edhe psiqike. Psiqike. Si psiqike nga koha e kohën. Dëgjoj. Psiqike. Mund të jetë edhe nga eksperiencët e këqija që mund të kesh dëgjuar ku dëgjon, mund të jetë edhe një eksperiencë e mirë në jetën e prindërve që trashëgon një fobi tek fëmia, mund të ketë shumë arsye kjo gjëja, po mund të jetë edhe çështje mësyshi. Des për këtë çështje mësyshi. Janë më të përhapur. Jo, po kur skeça më thon më plagë për shkak, mund të jetë dhe çështje mësyshi, edhe madje më ndryshë çështje mësyshi. I bokeq. Mund të jetë çështje mësyshi atë gjë, si ta zgjidhë. Kjo është në çdo rast, unë dyshoj që mund të jetë çështje mësyshi ose e përfolur, mos më thon diçka tjetër. Kështu që pse bën një rrugë vetes tatë, pse e kënon veten tatë apo shkon diku dhe kënohesh tek hoxhallar tamam, ja këto që me nei karaoke me nei gjësa në këvesh. Okej. Shko do të zgjidhje që dha hoxhi që shko karaoke në një hoxh, kënon me veten tatë. Si të kënon me veten kur bëj dush. Karaoke më dago se do më ditë me një fare. Futesh atje dhe çto. Ska gjë të larë. Futesh në gjendjen tënde për vetë. Ka më mirë plak se gjendja jote. Ku ka më mirë? O sa mira. Ka mirë as tjetër.
Nëse ka dikush që dëshirë që të bëjnë një fëmijë dhe energjia e fëmijës të jetë me shëndet, me sukses, i thëmë ne me fat, është gjithmonë të bëhet e para me hënën e re. Kur ta bën e dashurinë, thëmë ka përqen krejt ndryshe, është një forcë dhe një energji shumë tjetër. Nëse ka dikush të Pra, nëse do të bësh një fëmijë plako me energji, do ta bësh me hënën e re. Seks do të bësh seks me hënën e re. Po si është shonari, se unë jam shumë i rënë me ky aspekt. Unë qije me hënën e vjetër. Unë qije më rar. Nëse ka shumë veta plako që nuk është se nuk bazohen dot këto ose tash para një herë. Kur thua me hënën e re, ke fjalën që do të qije gjithmonë natën. Jo, nuk do të thotë se jo, se hëna aty është paraqisë se duket perfekt. Jo. Kështu që thjesht do marrësh vesh se kur vjen hëna e re dhe kur ikën e vjetra që të ketë plotësisht e vjetra. Mos të ngelej. Të ketë mill derën, të ketë ik, ëh? Të ta shohësh duke ikur. Në gjë, kështu që shef tipin e cepet aty që s'ka ik plotësisht. Po, ka ik. Jo. Aty jo. Aty ndalon plako dhe thua një sekond. Vetëm gojore sot. Ideja e hënës së vjetër dhe hënës së re është si tipi babagjyshit, viti i ri, viti i vjetër, nuk e mendon? Apo s'është? Po, atë siç e kanë ndër kosovarët moti. I thoshin në vit i ri. Barika. Nuk e di. Iku moti. Baba Dimri. Apo Baba Dimri s'është? Jo, Baba Dimri i thon plagu. Kurse vitet e ri ose ndrimit të viteve i thon moti. Kështu e dëgjova unë Alaudin, se unë nuk është e di, Alaudin i mëson kosovarën nga Shqipën e Kosovës. Alaudin, kujdes. Jo Alaudin, e kam Alaudin. Okej, Alaudin, kujdes. Alaudin. Po, ai më mësoi plagë dhe tha në këtë natë të motit që ishin ndri. Po, normal. Tash shohim rastin tjetër flagrant. Dëgjova një pyetje shumë interesante online plako, ishte shumë interesante. Do 5 milion euro plako brenda një viti? Brenda vitit do 5 milion euro? Apo do 1 euro për 5 milion çdo vit për 5 milion vjet? Shumë e bukur ishte kjo. Nuk di pse e këtë pyetje vetëm me lek. Do 100 milion euro sot? Gjithmonë shifrat apo do 2 bilion euro? Shifrat ishin do 55 trilion euro sot apo në 1 euro çdo 55 trilion vjet. Po mirë, o profesor, ta ktheu një pyetje të shpejtë. Do 1 milion euro sot? Tani në moment, jo sot, tani. Apo do 1 bilion euro nesër? Nesër mjesë ti? Jo, se di pra nesër, po tani në këtë moment i kam këtu unë. Edhe i kam 1 milion euro sot. Kurse nesër plako pas 10 vjetësh. Apo nesër ti nuk e di fare, nuk e garanci që unë do të jap. Kjo është ideja e thelbit. Do të thënë ti rrezikon që do të jap 1 milion më. Pa nesër, du ta ship 1 milion euro në moment. Rufshka. Nesër do të jap një Nesër do t'jap 1 bilion euro dhe 1 milion euro. Nesër do t'jap 1 bilion e 1 milion euro. 1 bilion euro. O da ku më jep 1 milion që si më theu. Do t'jap 1 bilion o bësqir. Tash. Nesër. Nëse po ta marrësh plak një person që mund t'i ketë, mund të bëj një sprovë tillë. Thotë i do këto lekë sot, që i ke garanci absolute që mund t'i marrësh, apo do nesër plakë që është për shembull ti thosh dikujt plako do 1.000 euro sot apo 10.000 euro vitin tjetër në të njëjtën ditë. Vitin tjetër në një ditë nuk e di a jemi gjallë. Kam dhënë më jep tash. Drejt është apo jo? Nëse, vërtet, nuk e di çfarë do të thëj. Gjilieta Çiliaga po ka bërë ishte veshur plako me një fustan Fendi. Me i xhup kështu në model katror, duket nga larg. Po ta shohësh nga mbrapa duket si tip bufe që marrim gotat dikur. Nëse. Po, pak a shumë po. Dhe po ta tregon ditën e saj plako. Mirë turke. Po. Bufe. Delal Efendi. Po, edhe Çilita tani pra tregon plako jetën e saj kur del nga shtëpia dhe shkon për të furnizuar biznesin e saj Çilipitën. Çilipita, ç'është Çilipita?
Chili pita, se diti? Para se të futej në burg Erion Veliaj. Suflaqore. Po, pas se të futej në burg Erion Veliaj, i dha disa kioskave plako tek sheshi Nën Tereza për të shitur ushqim. E kupton? Dhe një nga këto ishte Çilieta, erdhi me chili pitën edhe bënte pite. Tani nga pite ka kalu ke sanduiçe kështu burgers, po nëse fillimoi se nisi me pite. Edhe Tani shet ka dhe linjën e vetë të tudhave, që shet të ke pite. Chili pitë ka. Nëse dëgjojmë tash procesi, nuk e di tani se kuptova se pse ishte ideja për treguar biznesin tonë, se këto tani sa po nxorë gjithë sekretet e biznesit plako, ku blet buka, ku e blen mishin, Jo, pse? ku e blen. Të gjitha, po shkon ke çdo biznes, po. Jemi gati të hapim edhe një. Po, direkt, gjë. S'po mbyll me çelës se po përtoj, nuk ka vinaj tutët. Mbylli derën e shtëpisë, ta s'po mbyll me çelën se po përtoj, nuk na vjen ai dudët këtu. Ka marr vile. Zonë e mirë, zonën është. Shumë zonë e mirë dhe e qetë, dini si është kjo vile këtu kohë. Po, plus që edhe Shqipëria e madhe për një vend që ka. Pas ka dhe shallin Louis Vuitton. O zoti më, nejse. Sot do kalojmë një ditë së bashku. Një ditë me Çilin për Çili pitën. Por me një ndryshim, unë do jem me range tim, kam thirrur Blue Taxin për të evituar Nuk do jem me range-in tim. Nuk do të thashë makinën time, po. Nuk jam me makinën time, ola. Po, s'po marr makinën sot, po marr taksin që ti bëj reklam taksit. Po, tamam, më mirë akoma s'po marr makinën. Range-in tim, range-in e Vogue timin që kam unë. Po, edhe Francesca Morati përdor gjithmonë. Më shpërçur range, më shpërçur. Range. Okej. Masë është një kështu, një status në shoqërinë tyre. Është status në shoqërinë shqiptare range. Këtyre borgjezve. Range i hove. Aristokrat. trafikun dhe parkimin. Bëren punë më shpejta. Ardit quhet këçuni që më xhiron, që është menaxheri im dhe këmiqa këto gjërat. Kam dhe si vlla drejshë. Ardito e thret këtipi që po e filmon, kjo duke ecë tani si në lokë e para. Ky po e filmon nga mbrapa plaku. Dhe kjo ka një çantë MK, pra Michael Kors. Anash. Po, dhe kjo thot Arditi është ky që po më filmon, thot. Ky. Nga mbrapa. Arditi, ai çuni që punon. Edhe filmon. Menaxheri. Kam si koordinator, kështu menaxher. Po. Si vlla drejt. Si vllaqer. Po, edhe si komshi si vlla, i bën të gjitha. Edhe shofer. Her pas here. Po. Arditi. Presim të Blue Taxi, se të janë dhe të shpejt që zotit. Shikojmë në aplikacion për shëndetje, thot unë sapo kam buritur. Sa për 15 minuta, 2 minuta direkt. Dhe pas kemi Fast and Furious, që ka sprint. Qëtoni juve, tu marrë për ditë, qoftët për këtë qilipita, marrë biftekun e viçit, fileton e pulës, qyqyre kam poshke lagja, më rahat, kjo është... Se ta bjusën e viçit. E ke pa bjusën e viçit? E kam këtu ke lagja këtë, tha, dhe kam rahat, në komoj taksinë aty ke lagja. E po t'i bëjmë që kanë të reklami në kësaj Blue Taxi, që është kjo mua betë burë, se s'pagu njeri, gjithë bëjë reklama këtu kanë neve, e bëmë re? Po, shumë vërtet. Ta balancojmë që këtë nivelin e reklamave falet që bëjmë tyre, të një është shërbim më parikari mundshëm. Ore taksi vjen era pite, era qilipite. Po, pra qilipite. Po, se ka dhe gusha dytë kësaj. Nejse. Është më osha. Nuk e për fëtyrë, po është me mira. Tomatë perfekt, që të karamelizuar, rukola, tomate dhe parmigiano. Harroj dhe recetat e mia në një herë. Se harroj në një recetat e mia në një herë. Na shpjego çfarë po bën, profesor, se ti po e shikon në videon. Na shpjego. Tash është duke ai po pret mishin, kjo po pret aty për mishin, po. Edhe tani çuditë që bësh të porosi dhe nuk do i marr me vete sepse ata do ja sjellin vetë aty. Biftekun e mora. Qoftë të sjellin ta për ta se janë shumë ndaja, do pak të smaj dot. Ai sjellin vetë ata, do dhe shërbimi. Si. Të ndorë çake ka i gjon dorë kjo plako, dhe dëgjoj tani. Ky është dhikri im të spia. Kjo është dhikri im, thot. Ka të spia në dorë? Ka të spia në dorë plako. Sa? Është 151. Ka filluar që para dita. Bëj istikfar për ditë. Çfarë do thotë istikfare? Jemi që jemi, sa ta shpjegojmë aty gjëra. Do të kërkim falje. Sa më shumë kjo kërkon falje çdo ditë. Ju kërkon falje?
Më shumë afrohet afër Zotit. Sa më shumë afrohesh afër Zotit, më shumë të plotësohen duat e tua dhe më shumë pastrohesh ti. Kjo është një Pra sa më shumë ti kërkon falje plagu, afrohesh afër Zotit, sa vazhdojsh afër Zotit të përplotësohen dëshirat. Ai më shumë parmigiani e rregula. Di bien gjave keq vija. Zoti më hapi karin edhe di kjo video. Nëse. Po, ma nëse, po, kush të sekreti e burë, apo kaq, maraj, s'ka më sekret. Do shko më merr këto bukët, çe dos. Shko pa i qiki ato, frangollat. marrë desën e disë më të mirë, ato na i sëllim vetë furnizimin, millën e marrim ka ola, dhe ato na i sëllim vetë furnizimin, sa që i marrim të kaku ke më të mirat, të cilë më të mirë, sa drima farm na i sjell nga lezha, gjithë gjë që na duhet, ashtu. Përse si gjithë, za drima farmisia, te hako si në salqicet? Kako ishte. Jo, ishte hakto. Hakto. Salqicet. Jo, hakto salqicet. Hakto salome. Ai ti. Jo. Palom. Jo, hakto. Dëshon emri i dyqanit ku e përshë salom. Ndryshon firma plagën në bazë të gjërave që ke porosit. Për shembull, hakto prosciutto, hakto crudo nuk ka ndonjë problem. Kurse po morën sallom ose po pati shkumenja për një gjë tjetër. Do hash këtë sallom. Sallom, s'ke kush. E po pes duke arditi apo tu mbrapa. Kolla i çoj gjithësive. Sa të vici ndar edhe do ta hash këtë sallomin apo? Kur shefja, mirë atë po këto shketa që vinë edhe dërgojnë furnizimet në për të tezë janë çuna zakonisht, ëh. Shumë pak shoferë gocën. Edhe janë gatshëm plagë që edhe pallojnë çat dali para. Edhe edhe ardit, m'fal se më marrë shumë arditën shkretë e bëm edhe arditin. Ha? Sa ardit kisha porosit 5 kg sallam. 5 kg unë ka që kam, ose di 5 kg. Qiver sa kilash. Një dispersiv zinxhirin. Po, dëgjo. Jo të shme të thonë, e këtë mënere që nuk kam o gjinse me zinxhir, tani që kujtojnë. Ma si përnë është duke që nga që këllime. Po, s'ku që janë gjinse, si kur i eriko, që përsh t'i duke? Ja me kops, unë vesh streqe. Tani. Streqe po plako, se di një gjithë që ke qef të ekspozosh edhe hiret. Dhe që ti ka dhënë një në natyrë. Që ka dhënë zoti ma. Po, ato normale plako. Babi natyrë. Që të them plako? Të them dhe gjë për profetin shkurt. Profeti ka goxha shpadulla dhe ka një bel shumë legal. Le themi që mund të futen brenda një unauze. Me këtë bel. Edhe mande një label. Label, që e qënë label. E ka për buzët. Label. Dëgjova një përqasje interesante plako. Duke qenë se popullsia e Europës po bie, kush do ishte zgjidhja jote për të shtyr njerëzit për të bërë fëmijë? Sepse normalisht në ditët e sotme është që ke vështirë të mbushësh mendjen një çifti të ri që kërkon një jetë relativisht të mirë, që të bëj fëmijë plako, shumë fëmijë të paktën. Kupton? Pse? Sepse një fëmija ka shpenzime shumë të mëdha, merr shumë nga koha jote e përditshme, ka një super dedikim, çarje trapi, paguaj për kopshtin, shkollën, universitetin. E kupton? Do shumë leka. Lek patjetër, po, përveç lekëve dhe mirëmbajtjes të hadhe shumë nga koha jote, do si do t'i japësh një të çankarin, domethënë, ti thua mos u bëjmë fëmijë. Çfarë ke për vetë? Përgjithsisht për shkak po të vëshre, edhe Kina plako për shembull, tani që e ka hequr atë që mund bësh sa fëmijë të duash, ndaj që kinezët po pasurohen, domethënë si shoqëri, janë robë që ka pasur një plak i moshëm plako, çift Kina nonën. Po, drejt. Dhe Kina më mirë ka qenë në vet. Ja, skuq. Nëse. Dhe ata plako po bëjnë më pak fëmijë, pra sa më shumë shoqëritë zhvillohen, aq më pak fëmijë bëjnë, sepse ti do një jetë mirë, ndërkohë që jeta bëhet shumë e shtrenjtë, dhe jeta realisht është bërë shumë e shtrenjtë kohët e fundit. Tashi, si do ç'a incentive do japësh ti çifteve të reja, nëse do ishin në krye të një shteti, supozojmë shteti shqiptar, po edhe në një shteti tjetër. Supozojmë që njerëzit që bëjnë, domethënë çiftet që bëjnë fëmijë, do të kenë edhe më shumë se një fëmijë që të rritet popullsia e vendit. Duhet të ketë minimumi 2 që të ngjelet njësoj. Minimumi 2. Bit 3, bit 2 domethënë që ti të shtohet popullsia. Po ç'ka? Jo faleminderit. Po pra, shikon? Edhe ti thua, jo faleminderit sepse normalisht janë shumë. Jo faleminderit. Nëse finë 3 larg do të arrisë shteti. Okej, hajde.
e varikaren. Po nëse, shiko, kjo mund të kesh një bonus tek fëmia, vetëm tek fëmia e tretë. Po themi. Po për shembull, po për shembull, shiko. Bonus shteti shqiptar jep 400.000 lekë për fëmijën e parë, 800 fëmijë e dytë, 1 milion Sa për ti më fëmijën e tretë. ka që? 400.000 lekë. Po më 400.000 lekë, se pak duket? Po da është 400.000 lekë është i rrogu. Po ai shpres se do të 5 rroga, fal. Fal, i sekond. Ky fëmia kur do 10 ke pampers atë. Një kuti me pampers e plak bë 500.000 lekë. Apo jo. Nëse, e vërteta është që më mirë se asgjë, paktën është i shtet që po të jep 400.000 lekë. Ama të është më mirë se asgjë. Po, tani kjo është incentiva. Fëmia apo jo? Po tregoj incentivën e shtetit shqiptar. Ti jep 400 fëmijë parë, 800 fëmijë dytë, 1200 fëmijë tretë. 1200 fëmijë tretë, ëh? Po. Edhe mbyllet aty pastaj, nuk ka më fëmijë ka. Unë bëj direkt e tretë. Po. Nice. Ti kom në Gjermani, koti kështu. Një kam në Suedi. Një kam në Shi 4 këtu. Ti që dalin 4, ata thonë po ne s'paguajmë për të 4. O s'paguajmë për të 4, 3 kam. Atëherë si të gabova. Sa thashun, të dy Gjermani po. Një në Belgjik, një në Gjermani, një në Itali. Po. Unë jetoj në Ancona, kam një shok timin që lloj historinë jepet si që mori atje dhe po vazhdon akoma atje. Ai ka 2 fëmijë, me çfarë fjalë. Vazhdon ancora, në Ancona. Ancona një ancora. Po tani Quanto tempo viaggio. O viaggio tash më. Hetim të lutem atë frega atë. Po shikoja pas ditësh plak kishte viaggio në koncert këtej afër. Edhe kur pash viaggjon që po motorrat e lezetshëm, viagjot. Po viaggio. Viaggio kështu si. Viaggio Antonacci. Me pedale apo që ka ikon atë. Çfarë bëjmë po këtu nga ana ime? Çfarë nëse do ishe ti kryetari i shtetit? Si do i shtyeti për shkak shteti shqiptar ka zgjedhur këtë lloj rruge. Si do mendoje ti? Po vetë. Po. Si fillim i herë, edhe këta fëmijë që mund të lindësh ti nesër mund të emigrojnë edhe prap ti ngelesh prap zero këto. Po pse nuk është se do shtohet realisht. E kuptoj. Po majmë shtet perëndimor ku ata kanë tendencë të rrinë. Për shembull, po flasim Angli, Gjermani, Amerikë, ku dëgjon, e kupton, vende që Amerikë, France, ku diun. Po, do më pëlqente për vetë një kredi e butë mund të shtyj gjithë familjen paktën, edhe përveç faktit që do t'i lejë diçka, po themi fëmijëve, 2 fëmijëve, një shtëpi të vetën, të bën të rish ka i vend kështu me do e mos, sepse jo ka marrë një bonus super. Do jepi një kredi të butë që të bini një shtëpi, si çift i ri. Po. Po nëse ata kanë një shtëpi për shkak, si çift. Nëse kanë një shtëpi plagë, sa rroi kanë mundësi. Po ti tash këta do marrin atë kredin mas fëmijës tretë, si i bi. Jo, shikoj, mund të ishe për fëmijën e parë. Me idenë që këta pak në ke një çatim mbi kokë dhe aty do rrinë. Se është diçka. Ajo shtëpia plagë është për ne shqiptarë sidomos, se perëndimi plagë lëviz dhe udhtone, shtektonë, bën ato. Drejt. Eksperimentet e veta me jetën e nuk e din fare se ku përfundojnë. Ne shqiptarët e kemi kështu, a mund ta marr një shpion që të vej fëmia im kokën nesër, ta ketë vetën. Hungaria plako ka gjetur një ide. Dhe ideja është e tillë që nëse bëhet një fëmijë, nëna, vetëm nëna, merr i ulet 1/4 25% e taksave gjithë jetën e saj. Nëse bën 2 fëmijë, ulen 50% e taksave gjithë jetën e saj. Nëse bën 3 fëmijë ulen 75% e taksave dhe nëse bën 4 100% e 4 e sipër, domethënë, ajo nuk paguan më taksë gjithë jetën e vet nga taksat, flasim taksa income, e kupton? Ishte për vetëm për nënën këtë, se baba vetëm për nënën. Po, vetëm për nënën për arsye për treguar dhe që një lloj barazie që një farë mënyre edhe që e ke pasur kur gruaja është duke lindur dhe ti vetëm punë dhe themin ja ajo s'po kontribon, kjo është një mënyrë që edhe ajo po kontribon tani financiarisht në shtëpi, se thotë unë duke ndetë në shtëpi, duke mbajt fëmijën, duke, kupton? Ndoshta mund t'i ulen edhe taksat të dyve, ndërkohë ata i bëjnë taksat bashkë, nuk e di si bëhet në Hungari, po. Nuk e di. Ja nuk e di se bëhet ashtu. Kam përshtypjen që kjo është edhe nënën që nesër prapë filloi një punë sepse llogaritet se sa filloi një punë. Domethënë ketë ardhura të vazhdueshme se megjithëse po, ama nëse do bëj, nëse do bëj nëna 3.000 2.000 euro për shembull dhe do merrte taks, po themi 500 euro, 1.500 do sillte në shtëpi, tani do sillte 2.000 në shtëpi. Do të zëre sikur ka marrë një rritje rroga apo jo? Po, ashtu është faktikisht. Po. Edhe këtë mund ta ketë në çdo gjë burr, apo jo? Edhe në blerjet e veta apo nuk e di atë, jo. Besoj është vetëm ke. Ja. Okej, right.
Ai do të ju që ka dhe sinonim për të nënë që thonë unë dua të bëj shtëpiake, o dagus bësh shtëpiake të Do të bësh si çesha, por nëse ti ke një biznes, ti bën sikur funksion gruan dhe gjitha lekët i ke shans. Po edhe ata do ta kenë, do të kenë gjetë një manovër. Po. Për shemb, ja. Ha. Nuk më duket shumë interesante. Nëse bukur, jo, shumë interesante që. Ja janë plago dhe imagjinosh mos paguash taksa fare. Është para. Sepse ideja është shteti e bën këtë gjë derisa popullsia rritet mjaftueshëm dhe nëse ti do një ndalesë, domethënë ta ke heq si ligj ose e ndryshon pak, e bën më kështu. Dhe në shef që trendi është që gjithkohon njerëzit po shtohen tani dhe ti kur do të ndalosh ta ngadalësosh, i fu daily si Kina, po bot më shumë se një ushqiva ropt, edhe më do aty, e kupton? Po kishin filluar në Hungari plak bëshin nga 8-9 fëmijë, por jep të shteti nga 5-6.000 ekstra. Ekstra çdo muaj. Sa e ke ti? Unë kam plus 200% taksat. Aha, në rregull. Nëse do ishte me thon drejtën, unë personalisht do mendoj i hiqja pas fëmijës së dytë, jo të parën nuk do isha gjë që të shtyja të bëhet dytë paktën. Po te i dyti do të isha 25% të taksave, po të gjithë familjes, dhe burrit dhe gruas. Nëse për sa kohë ata nuk kanë të ndarë. Edhe tali e aq, po e vërtet. Dhe te i treti mund ta bëj edhe për gjys duke shtyr që të bësh të tretin, që të shkosh 50% dhe aty do e ndaloja që edhe aty rritet popullsia, rregull jena, kupton? Po praktikisht është goditje është. Po, dhe nga ana tjetër dhe 50% të gjithë familjet për sa kohë që prindrit janë të pa divorcuar, në këtë mënyrë ti shtyn dhe që mos të divorcohen, e kupton? Mirë, këtë do të bësh vetëm ke fëmija dytë. Fëmija dytë dhe i tre. 25-50. Se kam qef se detyrohen pas se njerëzit të rinë vetëm nga halli, po i ka vari këta. E kuptoj, po në një farë mënyre unë kërkoj një fëmijë të paktën për një jetë kam, nuk më duhet kari. Po sikur ta bëjmë për shembull vetëm 20 vitet e para të fëmijës. Dhe pastaj taksat vazhdojnë njësoj siç ke qenë. Ose derisa fëmia të shkojë 25 vjeç për shembull. Që mos jetë gjithë jetën. I bie që të ketë diferencë shumë të mëdha midis vëllezërve dhe motrave, për shembull vllai mund të jetë 20 vjeç, motra vogël 2 vjeç vaj kanë, do. Që është çik imagjino çfarë bën ti çfarë llogarish bën ti me kopik. Do të çu 50 vjeç të qiro. Po ke shumë drejt. Po klasikare, që e më ose kurse ne. Atë rrit vllai, ose rrit motra. Ke shumë drejt. Mirë, okay, po nëse mund të vini një shifër kapile. Mund të jemi i fusim një shifër kështu për shembull, që do jetë edhe 40 vjet rresht. 40 vjet është pak a shumë gjithë jeta që ti do punosh, pak a shumë. Po. Ti ide e mirë, po nuk është se kanë qenë këto shtetet perëndimore të t'japin ai lek ti. Shtetet perëndimore gjithsesi t'japin lek për fëmijën çdo muaj. E kupton, 200, 300, 500, sa e ka. Por kjo është shumë më shumë se sa ata që t'japin në shtetet perëndimore. Po tash kjo është incentiva për të shtyrë njerëzit që të jenë të bëjnë fëmijë dhe në një farë mënyrë. Bani vimër. Mos e dërë nuk e pyetha më. Vëzhi vimër si ze ka ba Melo. Melo e bëri. Po nuk ka problem fare më, a kuptoni më. E bukur për vetë, e bukur. Mirë, më duk keq. Problemi është që perëndimi e ka zgjidhur mungesën e popullsisë duke importuar emigrant. Edhe ç'a bën merr emigrant nga vendet e botës tretë që kanë. Po pra, ka popullsi shumë të. Kështu që ato pjellin furnizojnë ty, ndërkohë që ti s'ke më pse të furnizosh andej, mund të furnizosh veten duke i dhënë incentiv bashkëkombësve të tu. E kupton? Nëse rrëllavi çapash, ishte një kështu tip skem që bënin edhe në Europë, po kësaj radhe po flasin për Japoni. Ishte një tufë me nigerian plagu që kishin shkuar në Japoni, normalisht pa letra pasi gjë. Edhe bënin një kështu si punë tutorësh, e joshin turistën e thonë çka ke qef thua, gjithonin pjella normalisht se ishin turistë amerikanë. Edhe këto e çonin nëpër këto klubet që nuk lejoheshin, i dërgonin këta tipat, ja mbushin fatura, turistit bashkë me shokun e vet, i shkoi fatura diku ke 5.000 euro. 5.000 euro. Çka ke piti e burr. Ta nuk zgjedhin me pagu normalisht se 5.000 euro ishte shumë. I dërgonin, i merrshin portofolin i vitit, i lenin mes rrugës. Qofse nuk pagonin. Po më ishte frikshme, imagjino mes japonisëm. Ata ishin njerëz që dukeshin. S'kan qenë tamam mes, kanë qenë ndoshta në cevë, po mes fare. Mes në tokë. Mes në tokë më lare. Po tani, por vetëm, mendo tani mes asaj racës që është aq e papërzier, ëh? Se ata e ruajnë shumë atë. Po. Mes asaj racës, si nuk reagon një shtet e burr, që t'largoj persona që po ndikojnë kaq keq ke vendi jot.
kishin kohë që bënin këta, e kupton? Si çdo vend. Po si nuk merr masa për shkak shteti, thotë i sekond plot çen ta. I marrin një ditë nxjerrën jashtë. Si nuk nxjerrim jashtë. Po e vërteta është plako që nuk jesh do ta shkollaj. Se që për me unë i merr gjithë plak. Thjesht mund Unë. atyre që janë duke aplikuar mund t'i kancellosh ata. Po këta çfarë mund të bëjnë? Mund të ndryshojnë ligjin në pikën që nëse këto që janë për shembull me rezidencë permanente ose rezidencë temporare të përkohshme, nëse bëjnë një gabim, një gjë antiligjore, duhet që të kthehen ande nga vin. Po nga ana tjetër ka dhe një kleç këtu se në momentin që ai ka bërë refugee claim, ka bërë një claim azili domethënë. Ai tregon që gjasme po i kërcënohet jeta atje, kështu që është një mënyrë ilegale që ti ta çosh atje ke vendi që i kërcënohet jeta. Dhe prandaj përfundon që të përdhunon ai dikë aty në Gjermani ose në Francë, e kupton, ose në Belgjik ose kudo në këto vendet e mira të Evropës. Dhe kur vjen puna e majnë ata prapë, majnë burg aty një vit, pastaj e lejnë prapë aty për jashtë të përdhunojnë tjetër, e kupton? Pse mos ketë një për shembull një anashkalim të gjitha rregulla ligjeve që ka vendi. Edhe ke migrantëve që në rastin e parë se do të ndikojnë keq ke, po themi ke vendi ku po jetojnë se as po kontribuojnë, as po bëjnë vendin. Po, në atë aspekt unë me ty jam. Sinjalizimet po themi i kanë marrë, ëh, nga shumë veta, se po themi këto skemat bëhen edhe virale. Siç ishte kjo që pashëm në YouTube para trap. Po si skema që është bërë në Amerikë, pe skemën në Amerikë ti për shembull. Ç'ishte? Që u bë skandal fakti se si somalezët plako merrnin miliona dollar dhe hapnin me demek kështu child që quhen këto kindergartens për fëmijë, domethënë për të mbajtur fëmijët. Po në fakt nuk ekzistonin fare. Thjesht i hapi atë qendrën, merr lekët nga municipaliteti, nga bashkia, nga këto. Dhe aty nuk ishte fare fëmijë, ato ishin mbyllur mes kishin asnjë loader brand. Kota i thjesht kishte një adresë plako ku aty ishin 7 kindergartens për shembull, e kupton, ose daycares. Po. Ishin gjitha fake, falsa, domethënë thjesht merrnin lekët kot, domethënë. Domethënë lek miliona dollar të hedhura kot dhe as pak produktiv për shoqërinë. Tani gjithë këta persona që merreshin me këtë punë, pse nuk i merr edhe i çon ke vendi ka kanar? Po pra, vetëm pendimore kur ekziston ligji, ti nuk e bën dot këtë gjë në mënyrë arbitrare. Që ta bësh këtë gjë, duhet t'i çosh në gjyq. Gjyqet marrin kohë, ka para që do ta xhej prap shteti për të çuar atje sepse jemi vende, se ky është problemi i perëndimit. Perëndimi gjykohet plako, megjithëse është shumë i drejtë në shumë gjëra. Dhe gjitha këto i përdoren si loopholes. Tani duhet shkosh në gjyq, plako, në gjyq duhet vërtetosh që këta kanë mashtruar, që nuk është e thjeshtë, duhet e thjesht për pamje të parë. Po ai thotë, ja, siç edhe shumë nga ata kur vinin gazetarët thoshin, po fëmijët janë këtu tani se fëmijët vinë në orën 2. Po si vika fëmijët në orën 2? Ku ikin këto prindra? Ikin punë. Po, nuk janë fëmijët tu në koment. Po, ku erdhët ju tha ai gazetarët, si ishin fëmijët aty, se ishin boshte, ishin pushimat e ditës apo të njëjoni. Kupton, ti do vesh në gjyq tani si ai fillon nxjerr foto sikur kanë qenë ato, kupton? Ai tregon ty njerëz që realisht janë regjistruar aty, sa emër fiktiv, ëh? Emër të vërtet, po në mënyrë fiktive. Absolutisht. Kjo për shkak të skemave caktuar që në momentin që bëhet publike edhe ka provat, është më kollaj ti heqësh qafë këtë njerëz. Nuk edhe ti po vjen nga Somalia apo nga Karim po vjen. Ose nga ishin ata. Nga Somalia, po. E morë vesh sa ishin shqiptarët në Amerikë plako që merrnin ndihmë sociale? Sa përqind e shqiptarëve? Sa ishin? 41. 41%? Wow. Por, e di se shqiptarët e Kosovës ishin 43%. Apo 46%. 43. Po. Frikshëm la. Dhe unë ta them për shembull, që jetoj në Amerikën Veriore, mund të tregoj ty se si e bëjnë. Shumica nuk është se punojnë, por punojnë në zezë dhe e marrin atë. Ka një mama në shtëpi dhe i japin asaj, ajo merr, ndërkohë djali, ajo jeton shumë me djalin dhe me vajzën. Djali me vajzën shkojnë në punë. Ajo e merr sikur jeton vetëm, ja vë adresën diku tjetër. Unë di rob të mi që njoh shok të mi domethënë që kur kemi qenë 20 vjeç, 22, 23 ku ishim pa punë, çfarë bënin sikur nuk jetonin me të shtëpisë, se po ti jetosh me të shtëpisë nuk e merr sepse gjasme ke të ardhurat e babit dhe të mamit, e bënin sikur jetonin ke dikush tjetër. Gjasme kishin marrë dhomë atje, merrnin lekët, ndërkohë që jetonin me prindrit. Ka një kleç. Ka brima plako për të Do të thënë nuk është se të gjithë nuk punojnë, por e vërteta është që gjejnë këto loophole dhe i godasin shumë dhe nuk e kuptoj pse shqiptarët duhet merren gjithmonë vetëm me scam plako. Do të thënë merren me insurance scams gjatë gjithë kohës. Merren me si para dembele. Po pra do vetëm me mashtrime. Për shembull marrin në dorë menaxhimin i marrin thotë. Po, e pallateve fillojnë nuk merren vetëm me shtu biznesin e tyre, po merren me ku me gjeti futje, me bë ne kod, e kupton, me bën ai dyshe nga i 10 nga i 5. E di kemi gjatë ato. Ai sekond se ulëm ti të burrë, se i them që ishte i gërvishme këtu. Ishte çik kështu se si merdhi. Nuk e di plak, nuk e di. Ndonjëherë ndodh që edhe bëhet. Po ajo që më habit, profetoj janë këto njerëz që jetojnë në rrugë,
Njerëz si punë atyre që flisin nigeriane këto që mund të trembin edhe turistët e atij vendi. Parashevie. Si çdo veni ke. Ju anë çka keni aty në Amerikë? Kështu meksikan keni shumë, apo jo? Në rrugë? Pa ka vëzëzak, meksikan, nativ, ka si që pe ishte edhe parashevia në funditës. Po, jo, s'para ka të. Po tani, ti për shumë nuk e shqetëson atë zëzave që të vjen qaf njeri. Sasia e meshkujve plagët të bardh që përfundojnë aty vinë nga divorcet. E di këtë? Divorcit të merë shpirtit. Po. Ka thoni plagë i menshëm për divorcit. Divorcit merë shpirtit. Divorcit merë shpirtit. Po, mendoj e kështu për nuk i bjet në qaf njeriu që s'bën asnjë gjë. Nuk ka rëndësi fare raca. Po ti tani për vetë, ke provat që ky individi zgjedh të dërgojë njerëz, ti si vend të plak, ose ti si kryetar i atij vendi, nuk zgjedh dot të bësh një projekt ligj. Mund t'i bësh plako, po nuk është aq e thjeshtë. Dhe ligjet bëhen me anë të parlamentit. Nuk është se bëhet, do të thënë, është përdar mënyra e pushtetit, që mos të ketë pushtet vetëm një individ, për shembull mos ketë vetëm presidenti, sepse po ti ishte ashtu pastaj ti bëhesh president dhe fillon tallkarin me shtetin. Për shembull siç mund të bëj Edi Rama për shembull, që gjykatën e bë si do ti, nuk pyet njeri dhe ti tani nuk pyet më njeri. Dhe për të ndaluar këtë gjë, shtetet perëndimore kanë shpërndar atë duke të hequr ty fuqinë që para se ti të bësh të ligjin, duhet të marrësh leje nga ky tipi para se ta bëj këtë, të japi ty leje, duhet marrë leje nga këto tre të tjerët. Këto tre të tjerët, do të thënë është një proces burokratik. Unë e kuptoj që procesi është bërë gabim, po me kalimin e kohës ke kuptuar që dyert janë hapur. Jo, procesi nuk është bërë gabim, është bërë që të parandaloj diktatorin, po në të vërtetë ja fuz vetes në ana tjetër për, e kupton? Procesi është bërë plagë për një vend. Shkon çdo gjë perfekt, e kupton? Domethënë vendin perëndimore që ishin kaq të hapur ndaj këtyre njerëzve hallixhin që vishin nga bota e tretë, tani po i mbyllin këtë vit edhe normalisht i kanë shtrënguar të gjitha. Se dikur emigrimi ishte në bazë të kualifikimit tënd. Po të vësh re, ata thithin trurin e Shqipërisë, e të gjithë vendeve të botës tërë. Pra gjithë intelektualet. Ndërkohë që ata që po marrin tani. Po, tani po marrin refugjat, blaq. Refugjati është një person që po i largohet luftës. Nuk ka lidhje me të qenit koka e atyre shteteve. Nuk është shkrimtar ai, nuk është doktor. Ai është një rob që thjesht ka hyrë varkës, po vjen aty edhe shkatrim ka gjetë, shkatrim do gjej. Ai nuk ka asnjë kualifikimi. Kjo politikë që po ndjekin të vendin ka ndryshuar totalisht. Do të ka një arsye plagë që këta njerëz që po futen kaq shumë dhe po sillen kaq shumë nga vendet e veta, po shkaktrojnë edhe po krijojnë një komunitet që nuk është fare. Po, shumë vërtet. Po prandaj nuk është i shëndetshëm. Kandari kështu shkon. Prandaj këtu tani fillon Kandari rëndon nga krahu tjetër. Siç i hape rrugët dhe fillove sepse kishe nevojë dhe të vinte keq, tani do kalosh në krahun tjetër. Avash, po ta vësh refryma në Europë ndryshon, nëse ke vënë. Ndoshta është vetëm iluzioni im. Nuk është i plago, është komplet Europa po fillon ta. Unë mendoj të shohësh dhe videot online që qarkulloj dhe që unë postoj, unë nuk i postoj qëllimisht sepse kam me vërtet urrëtie për njerëz të ndryshëm, se unë jam vetë emigrant. Por unë më shumë e kam për ata që emigrojnë, duhet të jenë qytetarë shumë të rregullt, të mirë, të respektojnë ligjet e vendit, të integrohen dhe çdo gjë të jetë okay. Në momentin që ti shkon atje dhe fillon bën vetëm, domethënë rrëmuj, atëherë nuk je për këtë vend dhe duhen marr masa. Kaq. Kështu që në këtë aspekt mendoj që tani do kalojnë krahun tjetër, do vjen po të vësh re, ka filluar vjen border në Europë. Do fillojnë do bëhen më strikt, do fillojnë do të heqin me i llav goje. Këtu do digjen edhe ca që janë njerëz të mirë, që thjesht do ta hajnë kot. Pse unë e kuptoj kaq thjesht, kur i hapet dyert plagë, çfarë po pretendojë nga ata? Po, e vërtet, ti pretendoje që të integrohesh. Për shembull, nuk e di si ke emigruar ti. Po unë kam emigruar të drejtën me dashurinë më të madhe për t'ia dalë mban në vendin që do shkoj. Do të thënë kam pas sytë dhe kam thonë do po shkoj këtu, jam me fat që po zbrita këtu, dhe tash unë duhet të shoh gjitha mundësitë e mia për t'ia dalë. Për punë, do të thënë duke qenë se unë paguesha, po themi 500.000 lekë Shqipëri, tani po paguam për shembull $3.000. Pra po paguam më shumë. Si pasojë, duhet ta vlerësoj këtë gjë. Po jetoj mirë, nuk më mungonin gjërat bazike, me thënë drejtën, dhe unë isha i thjeshtë në këtë sens. Dhe unë tani jam i lumtur me kaq plago. Kjo që po thua ti është ka një lloj plani fillestar. Domethënë çdo gjë është me paramendim, nuk është se ti e gjetë vetë në një vend tuaj me skatë rrugës. Domethënë ti e gjetë vetë në Amerikë, por kishe mësuar anglisht 5 vite përpara. Nuk është se janë 1 apo 2 për të provuar se si do shkojë ky eksperiment që po bëjmë. Ta janë me mira njerëz, plako që ti i sjell në fund. Po, ndoshta ky është problemi. Problemi është që kanë ardhur masë dhe sepse kur vjen vetëm një detyrohesh të integrohesh. Ata arrin me veten e tyre në burr. Unë shoh shumë mirë burr. Pikërisht vetëm me veten e tyre, bles po ti shohësh duken si banda.
As po flasin shumë sikur janë kaq të rrezikshme, po banda flasin janë sikur ne po mendojmë për mirë të ardhmes. E di si është muhabeti, unë me thon drejtën, nëse do isha kryetari i një shteti, dhe këtë e mendoj me sinqeritet, i vetmi rregull që do vendosja është që nëse ti nuk emigron për të vdekur për vendin që do shkosh, nuk duhet të pranojnë plako. Domethënë nëse ti do shkosh në Angli, duhet të jesh gati të vdesësh për shoqërinë angleze plako, sepse ti do ndërtosh jetën atje. Nëse nuk je gati, atëherë ti aty ja thjesht përkohësisht po bën ca lek do ja futësh për Shqipëri pastaj. E kupton? Do të po nuk ndjeve një connection, një lidhje me këtë vend, ti nuk ja vlen me shku aty plako. Dhe nuk ja vlen fal të pranojnë ata. Për çfarë po të pranoj? Pse ti do doje plako për shembull të vinte tani në Shqipëri një indian, dhe ai vjen punon e ikën dhe ty të shef shumë për shembull. Plasi luftë nesër është bërë shtetë shqiptare. Plasi luftë nesër ai gjithmonë valixhet ikën ande ai, të rrof ty që investove ky individ, kupton e kujdese me shëndetësinë tënde, me çfarë lloj shërbime që ne mund t'i japim në një të ardhme. Çfarë kuptimi ka kjo? E kupton, në momentin e parë për shembull që plas lufta, gjithë emigrantët që janë në Amerikë, imagjino ti afuzin tani ikin. Kush do i dali për zot Amerikës, do i dalin amerikanët që janë aty bla, apo jo? Kush do i dali për zot anglezët, do i dalin afrikanët, do i dalin ato nigerianët? Jo, do i dalin anglezët. Jo, po ti folën në fillim për njerëz, do të thënë perëndimi kërkonte njerëz kualifikuar që bënin sens për vetë, sepse duhet përmbushte pozicione që nuk para preferoheshin nga vandalizmi, kështu funksionon. Do të thënë ka sa kushte që vendos vendi. Edhe emigrantët që kanë shkuar ilegalisht për shembull në Amerikë nga Kuba. Kubanezët që kanë shkuar ilegalisht për të larguar komunizmin të Kubës, edhe kanë shkuar me det në Miami, kupton? Dhe Miami ka komunitetin më të madh të tyre. Tashi, diti plako në një band kubaneze, diti plako në një ke dëgjuar herë në një masakër të kubanezëve? No, sepse janë qytetar plako që thjesht shkojnë aty për të bërë mirë. Sa më thonë se janë gjithë pasur, e kupton? Gjithë janë hallëxhin. Kjo rrugë që ndjekin njerëz të mirë ndiqet nga njerëz të qinj. Automatikisht plako do digjen njerëzit e mirë. Plak gjithë llumi që vjen nga vendet arabe dhe vendet afrikane. Duke se po bëhemi shumë raciste te kjo pjesë për vetë, po ti nuk po bëhemi raciste, po themi, shiko, unë nuk kam asgjë me ato që vinë dhe janë integruar. Dhe realisht ka shumë veta që janë integruar me biznese dhe janë shumë, domethënë flasin gjuhën mirë dhe nuk vinë aty për të çat ty bythën. Madje në jetën e përditshme plako, unë për shkak nuk e shoh fare ngjyrën e tjetrit ose etnicitetin e tjetrit në momentin që unë shoh ngjyrën për vetë drejtë. Po, edhe unë e shoh domethënë po që. Por në momentin që dikush fillon të argumentoj, nuk e shef më asgjë. Bravo. Edhe punoj dhe në jetën e përditshme me njerëz me lloj-lloj etnicitetesh dhe kur ato që janë në rregull, plako janë në rregull, ato vinë për ditë në punë, kupton, shohin hallën e tyre, mundohen të integrohen, na lënë me të kuqe, kupton? E vërtet, na lënë me të kuqe, i bëri majmuna komplet, na lënë me të kuqe. Të thosh plako për shembull, në një qytet në një vend të Kanadas plako për shembull, ku ishin mbledhur shumë indian në atë zonë, pa pritur, e kemi diskutuar në një podcast tjetër, pa pritur liçeni plako tani në testet e fundit që ishin bë, kishte dalë me fekale shumë të lartë. Pse? Sepse ata dhjesin rrugëve plako në Indi, aty janë në shtëpi, dhe ata tani aty dhjesin në liçene, por tash kjo për shembull është e papranueshme plako, thon? Po, është e papranueshme për civilizimin. Ti duhet të sillesh më të mirë në vendin tënd. Nuk mund të vish tani të na sjellësh. Po pra solla fekale qifsharop. Ju çfarë doni më shumë? Ju rracë keq, rracë ndyr. Po, e drejtë edhe kjo shumë. Fekalet janë. Kjo është ajo pastaj çështje kulturale që nuk do përputhen kurrë dhe sado që ato integrohen edhe të kenë një vend pune dhe të jenë njerëz mirë, kultura plako nuk do lidhen gjithsesi. Po diskutohet tani për shembull plako që a ja vlen multikulturalizmi apo multi-race, domethënë. Kush të bezdis? A ja vlen domethënë gjithë kjo që po ndodhet? Se dikur thuaj për shkak që është strength, domethënë është si thua, është një plus multikulturalizmi. A mendon që multikulturalizmi është prapë domethënë si një histori suksesi? Kemi kaluar prapë ke bazike që gjithë vendet po kërkojnë të jenë sa më homogjene duke mbyllur dyrat, e kupton. Edhe unë për shembull që jam në emigrim, edhe kuptoj që nuk do jem kurrë si tha që jetoj këtu, edhe nuk dua të jem. Unë do jem një miksi më të mirë që jam nga vendi im, edhe më të mirë që ka ky vend. Ata do ishin shumë të lumtur të ishin vetëm aq, sepse ata për atë luftojnë, të marrin ty të jesh aq. Pa ai mund të jesh vetëm aq? Po, shiku është ndryshimi tani, për shembull, ti nuk po të mundohesh të sjellësh kulturën shqiptare, tu forcosh atyre të thosh unë du këtu tani, unë tani do ndaloj këtë sheshi këtu dhe do kërcejmë një sikara vallet popullore. Nuk është kjo ajo që ti do të bësh. Se këtë ti do ta shohësh në Shqipëri. E ke dëgjuar ti kur të shkoj në Japoni, unë du me pak japonez plako, me kalu mirë, e kupton? Kurse kur shkoj në Kinë do të shoh, po jo të shkoj tash. Vale, se. Çe kuptimi ka tash shkojnë atje dhe të shoh
zezak për shembull duke knu rap si në Amerikë. Po tjetër ajo është në Amerikë plak. Domethënë ndryshimi i kulturës ndryshon nga, për shembull, mua s'më shqetëson nëse unë shkoj tani në Spanjë dhe ka zezak. Nëse ato zezak sillen si spanjoll, nuk më shqetëson fare. Domethënë më shqetëson kultura që asimiluese e vendit tënd që do të asimilosh në vit marokane, duan të asimilojnë tani kulturën vendase në edhe duan ta bëjnë por. Kam grupe të vogla njerëzish që janë transferuar vitet funit, kanë 5 gjenerata që sillin njerëz nga vendet që vinë. Që nuk kam komunitete me pak njerëz. Mua më trishton që vendet e bardha që kanë qenë lidera në për shembull i kanë dhënë lirinë gjithë sklavërve plagë, pra e shequr sklavëria në botën moderne prej të bardhëve, kemi ndryshuar ligjet për t'i dhënë përparësi komsive të tjera dhe racave të tjera, për shembull në Amerikë plagë, dhe në Amerikë, Kanada, pak në North America, ka ligje plagë për të që të ketë një sasi meshkuj, kështu femrash në kompani, një sasi zezakësh ose njerëzit me ngjyrë, dhe na një herë plagë në mënyrë të padrejtë ti duhet ta marrësh punën, ti si mashkull i bardh, se je më i kualifikuar dhe nuk ta japin ty sepse duhet po plotësuar vendi i një njeriu me ngjyrë. E kupton? Ose një femër. Këta filluar të nga perëndima ka çfarë bëzën apo. Do të jetë një i vonuar, një me ngjyrë, një në karrocë dhe tashi, shef tani një maroken plago, shef tani një maroken që një marokene është bërë deputete në Spanjë, ose është bërë ku dijon, ka një pozicion për shembull në Francë, dhe ti shef tani që sa të mirë jemi ne, se kam dëgjuar nga rob ndryshëm që janë shumë me intensitet ndryshëm, që më ka thënë, shifi ti për shembull filan indianë për shembull, janë kudo. Shifi ku janë tash në parlament, o bytëshir, po pikërisht pra është ky vend që ja ka dhënë këtë të drejtë. I ke bëje këtë gjë ti në një vend afrikan, që je vetëm sklav. I ke bëje ti në king këtë gjë, nuk ta jep njeri këtë shans. Pra fakti pse të është dhënë shansi dhe jo vetëm që të është dhënë shansi, po të është dhënë edhe mundësia që ti jesh vetëm ti që ta marrësh atë vend. Se po ta bënin ata, se më përpara kur nuk e pasur dikur ka qenë politikan vetëm të bardh, thoshin dhe parlamenti është shumë i bardh. E kupton, domethënë që nuk ka përfaqësimin e njerëzve. Pasi të mëç. Çik shumë nëse për të qenë inkluziv. Po, për të qenë inkluziv tani po asimilohet vetë këto vende. Po nëse si thash, sa herë që ndodhin këto gjëra që arrin në një ekstrem, në një krah, ka gjithmonë një kundërpesh në krahun tjetër. Dhe mendoj që gjërat po ndryshojnë, thjesht aty do ham dhe shumë njerëz të tjerë, njerëz normal si puna ime, si puna jote, që mundohemi vërtet të integrohemi, do ham dhe ne ai çik, po tash kështu është për vetë, domethënë dikush do ta haj. Po më mirë filloj diku se sa vin të nuk është drejt për shembull plago të prishet reputacioni i gjithë shqiptarëve në UK për shembull që punojnë fort për ditë për të mbajtur familjet me bukë, nga ca rob plago që shkojnë atje dhe mbjellin bar. E kupton ti? Dhe dalin sikur janë ato që shqiptarët janë të këqija ku dëgjon. Kjo nuk është e drejtë. Dëgjova një histori para disa ditësh për vetë, po flisin që ishin zgjidhur dy shqiptarë këtu ku jam unë, e me thika. Edhe thanë që ishin shqiptar. Po normalisht njerëz zien dhe kemi ka kara në çdo vend, po pse ti duhet të jesh plak në majtë të një vendi të huaj? Edhe duhet të zihesh me dikën me pse dreketi se je shqiptar, jemi se drali po. Po plak njerëzit kanë letra duhi gjyt grusën shpulla por. E të shit, më imagjino. Që vetëm kaq mendo ti se sa gjatë. Do ky është gjëja më e keqe që ne kemi bërë të paktën flasim vetëm për shqiptarët, ti lëm këto të hujt jashtë, se neve duhet të bëjmë vet autokritik para se të hedhim balt ke figurat e tjerëve. Ne jemi ato të parë plagë që kemi rritur fëmijë që akoma në 2026 shkojnë në shtëpi, janë martuar, janë në 20 dhe i futi shpull grusa ai, ndërkohë që është në Francë. E kupton dhe humba aty pastaj danon gruan që hep jasë prej teje se ti morë policin, po çfarë po dhe pra policin do merrte çfarë do bëj. Ndërkohë që i thot për shembull që s'ma ke marrë mirë nonën, se nona është aty në shtëpi. Jo, ma ajo thjesht i ka kërkuar llogari për shembull që. Po dago, po pse vije kaq vonë? Po pse i çon vetëm lek aty të shtëpisë? Ne po rrim këtu kemi hallet tona. Pse ata po vdesin për bukë? Çfarë po të mungo ty është pyetja e parë që bën shqiptar. Çfarë po të mungo ty? Ai ke gjitha. A ke pas bukë për ditë? Po kam pas. A ke hongër salam? A ke hongër pizza? Herë një. Kam hongër. A ke hongër këtë sallamin për ditë? Kat. Salamin haktë. O perfetto, nëse do zgjatemi në moment tjetër, po unë personalisht do të them vetëm kaq. Nëse ti ke një shans në jetë, siç ka ky personi, individi që e gjen veten nga Kenya dhe shkon në majtë Amerikës. Edhe ti e djeg plakun. Në rast e parë që ti thën ligjin,
Për mu ke vetëm dërgesë në shtëpi. Do merrem fare me rregullat e atij vendi fare. Edhe unë atë do bëja. Madje unë do hiqja edhe ndihmën sociale nëse ti do bëje numra të tilla për shembull. Ti ishe edhe me letra, do ishe edhe ndihmën sociale. Do me bosi karderdi, ti s'ke punë, do me bosi karder, tregoj unë. Edhe nuk kam kështu tipi, unë kam pasaportë zume ditë bagu. Ti do kesh pasaportë, po dhesh kursi Venaliu. Qifsharo. Nëse vërtet është sa do që ne flasim shumë është çike vështirë sepse në momentin që ti për shembull ndjek masa kaq të rrepta, ja fut vetes. Pse? Po jo, në momentin që ti heq ndihmën sociale për shembull, ai detyrohet vjedh. E kupton, tash ti e merr fut në burg. Nga burgu e çon atje nga erdhi. E kupton, e fillon bëhet i sinqert. Kjo duhet të jetë shenjë, duhet ta shifni nga ana e shqiptarit. Nëse nesër ne do bëhemi një vend që do pranojmë migrant, imagjino të vinë një migrant tani të bëjë karderin ke lagja jote. Plago, pak si e këtu, me fat, vazhdo puno, bëj lek. Del ti në mëngjes do të pish kafe në mëngjes në Shqipëri. Është kështu, është zakon, është normale. Është ritual. Edhe shefët e indianin që ka dhënë aty ke shkalla jote. Po jo, mos shkoj më gjatë. Ti është fakti të bëj gangsteri. Do vjen ai pse pse kalon këtu. O plak, po i ke burri aty shivat e tatë, shkon punë, paguaj për familjen tate, jeto mirë, bli makinë, bli çdo gjë, bëj pushime. Çfarë ti byllzimu ti? Po sikur ai ti jetë holandez. Racist. Çipsha motrë, racist kod ai. Jo, po çose ai është holandez, klaro të kalon Hollandë. Rotgulit, apo jo? Jo rotgulit, jo. Rudi Qitanguli. Jo rotgulit, ai tjetri, është Vandersari, që është i bardhë. Ai kalon atë Hollandë, nuk jetohet më në Hollandë, na shërrit karja mbledh gjithë marokenë. Po, na rrit karja bladë jeta shumë shpejt. Dua vetëm kafe, dua vetëm tym duhanin kudo. Dua vetëm jetë të shprenuar bladë, që nuk flek kur do një qytet. Kaos. Nga ana tjetër thot ai mos kalon këtu ke lagja ime, thot ai se është lagja ime tani. Dua të pak kos. Ti çfarë di thosh ti? Çfarë të thosh ai, një në 10 ur. Çfarë do të bëj? Riku dush da ne këtu na ke. Për çdo gjë. Na pjesë këtë çfarë që pas ke. S'ka se kalem nga krau tjetër bu ka rruga për gjitha ne ose vrit me. Po çfarë thon, mos e vrit me fare. Blesna tani të lajë ti cigaret që pije. E di që ma gjithë paketën që qimo dhe. Bides po tu desh në njërin ai dorë për traf në një, më thuj mua se myso ka. E si janë sjell këta burr? Ta pakistanezët, imagjino, holandezët e pakistanezët janë njësoj, janë me demek njësoj. Si janë sjell këta? Ish me racë butë burr. Si janë qimra të tyre, ha? Po. Normalisht do gjesh një racë më inferiore edhe do ta shtypësh që ndihesh ti superior apo. Normal. Kështu funksionon. Nëse ikim profesor zgjatë shumë. E mbyllim këtë podcast. Faleminderit shumë për gjithë ju që na dëgjoni dhe që e shpërndani podcastin ke miqtë tuaj, që ky podcast të shkojë në veçën atyre që kanë nevojë ta dëgjojnë. Dhe faleminderit që na mbështetni në Patreon aty ku ka vërtet rëndësi dhe që siguron vazhdimsinë e këtij podcasti. Ikëm, ju puthim shumë, ju duam shumë, punoni fort. Për larguar gjithë emigrantët kativo. Po. Gjithë emigrantët kativo do largohen shpejt. Largohen kativo në shtëpiat e dyne. Po, jepni lekët tani sepse gjithë lekët aty do shkojnë për të ndihmuar emigrantët që nuk do largohen. Jo. Neve. Faleminderit. Po, ciao. Ciao.